Viktor Shiroka është një nga figurat më të rëndësishme të muzikës instrumentale shqiptare dhe konsiderohet si oboisti i parë në historinë e muzikës profesioniste të vendit. I lindur në Shkodër, një qytet me traditë të pasur artistike, ai u bë një nga themeluesit e interpretimit dhe pedagogjisë së oboes në Shqipëri. Pas përfundimit të studimeve në Liceun Artistik në Tiranë, në vitin 1957, Shiroka u lis për studimet e larta në Prag, ku studioi për oboe dhe u diplomua në vitin 1961. Formimi i tij në një nga qendrat e rëndësishme muzikore të Europës i dha një bazë të fortë artistike dhe pedagogjike. Pas kthimit në Shqipëri, ai dha një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e muzikës instrumentale në vend. Viktor Shiroka krijoi klasën e parë të oboes dhe së bashku me muzikantin Gjovalin Shestani kontriboi në themelimin e klasave të tjera të instrumenteve frymore. Në vitin 1962 u krijua Orkestra Simfonike e Radios dhe Kinematografisë, sot Orkestra Simfonike e RTS-s, ku Shiroka filloi punën si oboist i parë. Ai ndërtoi një repertor të gjerë që përfshinte vepra nga periudha paraklasike deri te kompozitorët bashkëkohor. Si solist dhe si pjesë e ansambleve të muzikës së dhomës, interpretoi vepra të kompozitorëve të njohur botror, si Benedetto Marcello, Antonio Vivaldi, Alessandro Cimarosa dhe Ottorino Respighi. Një nga kontributet më të veçanta të tij ishte interpretimi i parë i shumë veprave për oboe të kompozitorëve shqiptar. Ai ishte i pari që solli në skenë vepra si Variacione për oboe dhe orkestër të Josif Mingës dhe Koncert për oboe dhe orkestër të Feim Ibrahimit. Viktor Shiroka ka interpretuar edhe jashtë Shqipërisë, në vende si Italia, Greqia, Turqia dhe Kina, duke qenë shpesh në pozicionin e pulpit të parë të orkestrës. Për kontributin e tij në artin muzikor shqiptar, u nderua me titullin Artist i merituar. Në vitet 1993-2001, ai dha kontribut të rëndësishëm edhe në formimin e brezave të rinj të muzikantëve, si pedagog në Akademinë e Arteve në Tiranë. Figura e Viktor Shirokës mbetet një gur themel në historinë e muzikës shqiptare, si interpretues virtuoz, pedagog dhe pionier i oboes në vend.